Gjatë gjithë vitit, stafi Deskut në veçanti Desku Informativ këtu në kohë ju kanë informu për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në këtë vend e të cilat nuk kanë qenë të pakta. Përmes raportimeve të tyre, përmes fakteve të paraqitura në raportimet e tyre, ata kanë arritur shikuesve tanë t'u atrasojnë pak edhe rrugën dhe t'u tregojnë për gjitha ato zhvillime e mënyrën se si i kanë parë. Por se si i kanë parë ata vetë të gjitha këto zhvillime, si i kanë përjetuar të gjitha këto zhvillime, sot kemi vendosur të diskutojmë të gjitha këto me dy prej kolegëve të shumë të cilët i kemi këtu në Deskun Informativ, kolegë cilët përcjellin sektorin e politikës dhe nuk është e rastishme që kemi vendosur pikërisht të diskutojmë me kolegë cilët përcjellin sektorin e politikës për shkak se zhvillimet e brendshme politike këtë vit janë cilësuar si ato zhvillime të cilat kanë ndikuar në zhvillimet e brendshme të vendit në shumë sektor, kanë prekur dhe kanë pas impakt në shumë prej sektorëve e cilët më pas kanë ndikuar në mirëqenien e shtetërorëve. Por se si kanë parë të gjitha vetë dhe përjetuar gjitha raportimet që ndodhen dhe zhvillimet që mbretruan në këtë vit gjatë këtij viti në Kosovë, i diskutojmë këtu në studio me kolegët e mi, Valbon Abityshin që gjatë këtij viti ka përcjell zhvillimet politike. Valbon, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje Donika, faleminderit. Faleminderit shumë dhe Fitim Gashi, kolegun tim i cili gjithashtu ka përcjell zhvillimet kryesore në vend që prekin sektorin e politikës. Fitim, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë. Valbon, po du me nis me ty. Ka disa vite që ti raporton për zhvillimet kryesore në vend si gazetare politike, se ke menduar ndonjëherë që Kosova mundet me përmbyll një vit pa institucione? Gazetaria në përgjithësi është një profesion që nuk është i parashikueshëm edhe asnjëherë nuk mundesh me ditë se çfarë zhvillime mundesh çfarë zhvillimeve mundesh me raportu. Megjithatë sigurisht që është ndështarësi që e kemi përmbyllur ose kemi filluar një vit me një proces zgjedhor me fushatën konkretisht edhe jemi duke përmbyll me një proces zgjedhor tjetër të sapo përfunduar. E nisëm vitin me zgjedhje, po e përmbyllim vitin me zgjedhje, mund të shihet si një vit i zgjedhjeve. Është vit i zgjedhjeve dhe i kuvendit, kisha me thonë, për shkak të ecurisë së formimit apo konstituimit institucioneve, mirë po edhe për shkak të proceseve të shumta, 4 procese zgjedhore brenda këtij viti. Dhe Fitim, çuçi ke pasur gjitha këto zhvillime që kanë mbretëruar vendin. Nisëm vitin me fjalën kryesore bllokad, me gjuhë jo shumë pëlqyeshme nga ana politikanëve dhe po duket që po e përmbyllim vitin në një frym tjetër apo jo, pra politika pak a shumë e paparashikueshme. Po vazhdimisht ka qenë ashtu edhe kjo fillimi i vitit, pra ka qenë pasojë atyre polarizimeve që eskaluan pra pas zgjedhjeve të fundit të shkurtër që pastaj reflektuan edhe në formimin e institucioneve të reja, ku për pasojë kishim atë bllokadën e gjatë pra deri në fund të këtij viti, që kisha me thonë se fundi i këtij viti praktikisht e kuptimsoi fillimin e vitit, pra erdhëm prapë në pikën e njëjtë ku do duhet të formojmë institucionet e reja. Pra është kriza më e gjatë institucionale që ka ndodhur. Më ka me përcjellë krizën e vitit 2014 kur ka qenë atëherë blloku opozitar që ishte krijuar dhe pra kishte pasur le të themi zhvillime ndoshta jo të tilla, për nga mënyra se si janë avancuar tash këto le të themi praktikat e bllokadës, por ka qenë janë avancuar strategjitë e formave bllokuese. Ka pasur shumë kalkulime, strategjitë të forma bllokuese, pastaj janë provuar sërish këto institucionet e pavarura siç është Gjykata Kushtetuese e Kosovës për të interpretuar situatat e reja, edhe pse ndoshta atëherë kur e kemi përcjell vitin 2014 kemi pas menduar që me ato gjykimet që i pa dhënë për çështjen e kryeparlamentarit dhe pastaj edhe për formimin e qeveritë, veç se është qartësuar rruga që duhet ndjekur për formimin e institucioneve, por me këtë bllokadën e fundit e pam që ato ishin të pamjaftueshme, edhe mendoj që më shumë ishte çështje jo për shkak të nuk ishte problem procedural kjo bllokada, por ishte më shumë për shkak të vullnetit politik edhe mungesës të themi të një dialogu konstruktiv që ka munguar këto vitet e fundit sa i përket skenës politike në Kosovë. Megjithatë Kushtetuesja u pa si formë zgjidhjes problemeve, cilat po thua që ishin më shumë politike jo procedurale. Po, ishte pikërisht Gjykata Kushtetuese e cila në fund me thonë kështu me terma shumë më thjesht u avizatoi partive politike se si duhet ta konstituojnë kuvendin pa një seancë që është konsideruar vazhdimisht solemne, morri gati një vit dhe pra ishte Gjykata Kushtetuese pikërisht ajo që u tha se kjo është rruga që duhet ndjekur për shkak të këtyre kalkulimeve dhe këtyre pengesave që u shfaqën në rrugtim e sipër, pra pikërisht për shkak të mungesës së këtij dialogut mes partive, dialogu le të themi ndërpartijak i cili ka munguar këto vitet e fundit e kur pasojë kemi pasur polarizime të mëdha që kulmuan në fillim të vitit, mirë po tash po shohim që pas tyre zgjedhjeve ka le të themi shtetërore më të ulta sa i përket
përket diskursit që mbretëron qoftë nga partia fituese, por edhe nga partitë e tjera, duke referuar ndoshta edhe mesazhe që kanë marrë pas rezultatit që patën në zgjedhjen 28 dhjetorit. Paraqet fitim për ty befasi ndryshimi i këtij diskursi, çysh e nisëm vitin dhe si po e përmbyllim vitin. E kam fjalën vetëm për diskursin publik politik, pra, partive politike, liderëve dhe grupeve parlamentare që e kanë përdorur këtë vit. Po mendoj që janë konsumuar për shkak se ka qenë koha fundit që le të themi që të zbrapsen nga ai lloj diskursi, edhe për shkak të pakënaqësisë që kanë prodhuar tek qytetarët, situata bllokade, pra bllokadë një vjeçare ku shumë gjëra nuk kanë mundur të lëvizin, shumë procese kanë ngjesur, edhe sigurisht se vjen një moment kur partitë politike kuptojnë që duhet të kaluar edhe këto lojrat që bën për shkak se fundja janë parti politike, edhe polarizimi është pjesë e politikës, po jo në atë mos sa që të rrezikohet edhe funksionimi institucioneve të Kosovës, për shembull, që ka pasur edhe pengesa, pastaj kjo ka reflektuar edhe në aspekte tjera. Mendoj që është më shumë një vetësim i të gjitha subjekteve politike, fundja edhe fituesi i zgjedhjeve, pra fituesi i zgjedhjeve sigurisht se është një tashmë kemi një fitues, absolut kishim fitues edhe në fillim të shkurtit, por që po ishte një diskurs krejtësisht tjetër, një gjuhë krejtësisht tjetër që pastaj u përdorë le të themi si argument për të avonuar procesin e formimit të institucioneve që më në fund u konstitua kuvende, por që nuk pati pastaj nuk u formua edhe qeveria kur pasoj shkuam në zgjedhjet e reja. Dhe Valbon, me gjitha këto që po i përmend fitimit, duket që viti ka qenë shumë dramatik. Çush ka qenë raportu prej qeverisë dhe prej kuvendit në veçanti për ty këtë vit? Ka qenë bejage interesant për faktin se sidomos viteve të fundit prej kur kanë qenë zgjedhjet, po flas për proceset e kaluara të viteve të kaluara zgjedhore, kemi pas institucione stabile, kemi pas një dinamik, nëse mund të them kështu, të punës, mirë po që ka qenë shumë ndryshe prej këtij viti. Siç e dim, ka pas një seancë konstituive, cila ka pasur me 10 vazhdime, diku rreth 50 vazhdime mos më shumë, edhe ka qenë interesant me shku një ditë po, një ditë jo në kuvend. Ne sigurisht që kemi pas edhe viteve të kaluara që kemi shku ndoshta çdo ditë në kuvend, mirë pas njëherë nuk na ka ndodhur me shku një ditë po, një ditë jo në kuvend, me pritjen apo me synimin që kemi me pas një kuvend të konstituuar dhe ka me vazhdu me rrjedh puna e kuvendit ashtu që është e rregulluar me ligjet e Kosovës dhe me rregullore të kuvendit. Pastaj sigurisht që mungesa e konstituimit të kuvendit ka reflektuar edhe në punën e qeverisë, pas parasysh që nuk kemi pas një përbërje të re të qeverisë, nuk kemi pas një formim të qeverisë re, e cila do delte prej rezultateve të zgjedhjeve të nëntë shkurtit, edhe puna përkundër faktit që ka qenë funksionale si institucion, puna është e kufizuar, kompetencat e qeverisë janë më të kufizuara dhe sigurisht ka qenë shumë e vështirë edhe për mbikëqyrje të punës liderëve institucionale apo liderëve të dikasterëve ministrore apo të institucioneve të tjera, mirë po ka qenë edhe sfiduese edhe sa i përket mbajtjes në përgjithësi për vendimet dhe veprimet, për shkak që nuk është që ka pas edhe aq që ndoshta do të vlente për tu teksuar. E përmendë shkuarjen dhe raportimin prej seancave çdo 2-10. Atë hum kreativiteti kur e jap një lajm të njëjtin pothuajse çdo 48 orë shikuesve. A dikon kjo te si ka qenë? Ndikon shumë për shkak që rrjedhja e seancave ka qenë pothuajse e pandryshuar. Kemi pasur disa seanca kur ka pas lëvizje të ndryshme, qoftë takime në mes të liderëve të partive politike apo qoftë ndoshta një vendim gjykatës kushtetuese që është dashur pastaj me përcjellë rrjedhën apo më ndryshu rrjedhja e seancës, mirë po sigurisht që është e vështirë në fund të ditës, kur qytetarët e kanë para vetës një lëshmëri të madhe të mediave ku munden me i përcjell zhvillimet, përfshirë këtu edhe transmitimin direkt të seancave të kuvendit, është shumë e vështirë që në fund të ditës në lajmet e orës 19 me kriju, nëse mund të them kështu në thojza, një storje cila do ta tërheqte vëmendjen e qytetarëve nga një ngjarje, nga një zhvillim me të cilën janë duke u ballafaquar pothuajse çdo ditë. E që ishte e zakon pothuajse çdo 2-10. Ka qenë pothuajse e njëjtë, mos them identike, mirë po ka qenë shumë e ngjashme. Edhe rrjedhja e seancës, edhe në fund të ditës ndoshta edhe storja, e një ditë më përpara me 2 ditë mbrapa ka pas ndoshta shumë pak dallim, aty këtu ndonjë deklaratë apo ndonjë qëndrim më ndryshe të
përfaqësuesve të në kuvend. Po, dhe në anën tjetër fitim ti përmes edicioneve speciale shikuesit të KTV i kemë bajt të informuar çdo 40 orë, gjithashtu duhet ta theksojmë për zhvillimet brenda kuvendit që pothuajse mbaronin çdo ditë, çdo 40 orë me të njëjtin skenar. Si ke po këtu dhe sa ka qenë e vështirë për cilë këtyre zhvillimeve brenda kuvendit me skenarin i cili duke shumë shpesh i parashikueshëm. Po përgjithësisht ajo që tha dhe Valbona, pra që ka pasur ishte periudha në fillim ku dirë pra se çfarë do ndodhte. Dije që seanca solemne në të shumtë në raste, pra kur janë konstituuar institucionet, këtë rast kuvendi, ka llogaritër e tillë solemne dhe ka përfunduar shpejt dhe po që na ndoshta kishte pritje, kishte disa raste kur edhe vlerësime ose qoftë deklaratat e partive ose të atyre që kishin mësuar se ndoshta mund të ketë pasur ndonjë diskutim me subjekteve politike për ta zhbllokuar ose për ta gjetur një marrëveshje, por ne e pam që si pasojë e këtij dialogu ngjeci qysh seanca e parë, pra ajo për verifikimin e mandateve ku deputetët fillimisht refuzuan të votojnë mandatet e tyre për ta nisur punën dhe pastaj ishin këto seancat me propozimin e kryetares së kuvendit ku për disa, le të themi kështu, disa javë ne çdo ditë kemi vazhduar në studio që pak a shumë dije skenare se çfarë do ndodhte, ishte propozimi i kandidatët nga rrota lëvizjeve të vendosje, ishte ai votimi që ndodhte, ato votat e njëjta dhe nuk është se kishte ndonjë lajm ose le të themi ndonjë zhvillim të ri kështu që sigurisht për gazetarin, për mediat mediat janë gjithmonë në kërkim të lajmit edhe por në këtë rast nuk është se kishte që përmendi Valbona situata niti të zhbllokoi kur veç u dërguan në rastin e gjykatën kushtetuese dhe pastaj kur ishin ato gjykimet e gjykatës kushtetuese kishte mundësi siç ndodh zakonisht në për të analizuar nenet e atyre gjykime dhe ndoshta prodhonë situata të reja që pastaj veç nisi të zhbllokoi qoftë me çështjen e tentimit të pra për ta ndryshuar mënyrën e votimit dhe pastaj që ishin këto 3 votimet edhe ajo është e parashikueshme por që kishte do të thotë kishte konsumim të atyre pikave për të cilat dije se do të vinim tek pika fundit që ishte zgjedhja e kryetarit të kuvendit, por që sigurisht në situata të tilla nuk është e lehtë as për gazetarët, por edhe kur organizon debate ose edicione speciale për shkak që vjen me një moment kur është që nuk po ka le të themi kështu çka të konstatohet më saktë apo jo çka të vlerësohet më saktë për situatën. Si ishin situata që ne deri pas çdo dështime deri ato shefat e grupeve ose kryetarët e partive politike japin. Të duke vetja shumë shpesh që përsëriteshe shumë shpesh secila porto të akuzuar tjetër, po ishin le të themi refreni një që përsëritej pas çdo dështimi të seancës konstitutive që pak a shumë dije se kush çfarë do deklaronte edhe ku do të hidhej faje. Pra ishin këto seanca le të themi tërësisht të njëjta që më në fund u zhbllokuan pas atyre gjykimeve që që thash u dash me u avizatu partive politike se qysh me konstitu kuvendin edhe me zhblloku situatën. Po, dhe Valbon, cila ka qenë deklarata që këtë vetë ke prit ndoshta mos me e dëgju prej liderëve të partive politike, prej zyrtarëve të cilët mbajnë poste publike? Sepse duke që kemi pas shumë të tilla qëndrime të ndryshme të çuditshme, por cila ka qenë që ndoshta të ka ra më shumë vesh ty? E përmendë që janë të shpeshta rastet kur mundesh me dëgju një deklaratë qoftë për një liderit partije, qoftë prej ndonjë deputeti apo të përfaqësuesit institucioneve publike, e cila befason ose shtangësh se çfarë po dëgjon dhe prej kujt po e dëgjon. Nuk mundem me specifiku një deklaratë të tillë ndoshta edhe për faktin që nuk më kujtohet për momentin, megjithatë kanë qenë vazhdimisht, pothuajse çdo vit janë shumë shqetësuese, sidomos për mua si gazetare, deklarimet që bëhen ndaj deputeteve, ndaj lidereve të institucioneve, ndaj përfaqësuesve, gjuha seksiste, sidomos ndaj tyre është ndoshta shumë shqetësuese edhe si gjuhë që përdoret ndaj njëri tjetrit, ndaj kolegëve, nëse mund t'i them kështu, për shkak të ata gjithsecili është politikan dhe sigurisht që i bën kalkulime. Dhe sulmeve thua të ulta që i përdoret ndaj njëri tjetrit vetëm për pojena politik, ndoshta nëse mund të them edhe për mundet me qenë edhe për pojena politik, por nuk e di se çfarë pojeni politik mundesh me përfitu nëse e ofendon një gru, nëse ofendon një drejtues të një institucioni pa marrë parasysh gjinin, megjithatë sigurisht e kisha specifiku gjuhën seksiste që përdoret ndaj grave dhe sidomos ndaj vajzave dhe grave që kanë guxim me marrë përgjegjësi publike, flas këto jo vetëm për ndoshta duhet më shtu këto jo vetëm përfaqësuesit e institucioneve, mirë po edhe gazetarëve, qoftë as analistëve ose një vajzë ose një gru që merr guxim me qenë edhe me shpalos qëndrimin e saj
shkoj në një sferë publike, qoftë me një emision televiziv, mirë po që sigurisht ndoshta kish me u veçu gjuha që përdoret ndaj njëri tjetrit politikanëve, sidomos për shkak të edhe të impaktit që e kanë, se dihet është një numër i votuesve ose i simpatizantëve që e përkrahin një parti, një subjekt caktuar, apo edhe për shkak të përdorimit të sferës publike për me intimidu një gru që merr guxim me marrë përgjegjësi publike apo edhe merr guxim me u paraqit qoftë me një emision televiziv apo me ndonjë konferencë ose çfarë do qoftë edhe me shpalos qëndrimin e saj publike. Po, dhe prej këndvështrimit tënd Valbon, ke pa që ky diskurs sidomos ndaj grave që janë pjesë e institucioneve e jetës publike në Kosovë ka bërë që ato të zbrapsen prej qëndrimeve të tyre, prej ndoshta edhe posteve të kthehen mbrapa dhe të qëndrojnë të heshtura pasaj pas kësaj diskurse dhe kësaj gjuhës seksiste që e kemi parë këtë vit? Sigurisht që po. Besoj që është shumë evidente që numri i grave të cilat i shohim ndoshta në fund të ditës në televizion është shumë i ulët. Përkundër ndoshta përpjekjeve që edhe ne vetë si gazetar i bëjmë që të paktën në storje të kemi një deklarat, të kemi një balancim edhe gjinor, pse jo është shumë e vështirë me gjetë një gru, nëse mos them çdo ditë, mirë po çdo dytë në ditë e cila ndoshta e pranon me qenë publike, e pranon me qenë pjesëmarrës ose me marrë pjesë në sferën publike, e që sigurisht që ofendimet ndaj grave dhe gjuha seksiste që përdoret ndaj tyre jo vetëm prej politikanëve më shpesh ndikon në këtë proces. Mos flas këtu pastaj edhe për komentet që munden me i marrë prej publikut apo prej komentuesve në rrjetet sociale. Dhe vetëm përveç këtyre që i përmendi Valbona, ka ndonjë deklarat ose ndonjë shprehje që këtë vit ka rënë më shumë të në vesh dhe nuk e ke pritur, ndoshta që do ta dëgjosh prej një politikani ose një pozite të tillë që e ka pas ai person? Po, është e vërtetë që përmendi Valbona ka pas përshkallëzim pra të diskursit publik dhe të gjuhës që kanë përdorur fillimisht partitë politike me vete që pastaj kjo ka reflektuar edhe tek diskursi publik, tek opinionistë, tek analizatorët pastaj që janë analizuar që më shumë do ka qenë në rrjetet sociale, pra ku ka pasur pastaj edhe gjuhë fyse ndaj veçma ndaj grave siç e përmendi Valbona, po kjo ndoshta edhe për shkak të zhvillimit të hashëm teknologjik edhe ndikimit të mediave sociale tashmë këto po vinë më shumë në shprehje dhe pastaj po përdoren këto gjatë tërë vitit, le të themi. Po normalizohen pra. Po normalizohen është shprehja kryesore ose ajo e cila ka përshkruar le të themi edhe bllokadën politike që ka qenë që është përmendur shpesh nga opozita, nis me deklaratën e kryeministrit në detyrë, kryetarët e lëvizjeve të vendosje pas zgjedhjeve të shkurtë ku i quhen hajvan një pjesë të opozitës siç u referohet, pastaj më vonë ai tha se ndoshta ka mundur të përdor shprehje tjetër, por kemi parë që pikërisht kjo pra ka qenë ajo që e kanë përmendur pastaj partitë opozitare për të refuzuar edhe një bashkëpunim të mundshëm me lëvizjen e vendosje, këtë rast më shumë të zyrtarët të Lidhjes Demokratike pasi veç ndaj tyre pati ftesë për bashkëqeverisje nga Kurti, por ka pasur të tjerë por që kanë le të themi shprehja tjetër që kemi dëgjuar shpesh qoftë edhe në deklaratat e politikanëve është shpion, ta thonë shpioni i Serbisë, kryeministri i Kurti, argati i Serbisë ose gjëra të tilla, pra që lidhen më shumë me këtë sferën le të themi kështu të patriotizmit ku tjetri akuzohet për shkak të qëndrimeve ose për shkak të bashkëpunimeve të pretenduara me një shtet që ndaj nesh ka qëndrim armiqësor, por që kanë qenë të paverifikuar, por kemi parë shpesh si deklaratat të tilla që janë cilësuar politikanët këtë rast kryeministrin e detyrë, po kanë qenë prej të gjitha taboreve shprehje të tilla pastaj që agravuan edhe duke përdorur shprehje le të themi kështu vulgare ndaj deputetëve të kuvendit, që sigurisht se kjo reflektoi edhe tek diskursi pastaj që mbretëroi edhe që në një formë e shoqëroi le të themi tërë vitin kë polarizimi që shpesh është shoqëruar edhe me gjuhë të tillë. Të kuptohemi gjuhë të tillë ka pasur të kaluar, ndoshta po është për shkak që nuk kanë qenë le të themi kështu, nuk kanë pasur ndikimin kaq të madh rrjetet sociale siç e kanë sot, për shkak se akuzat të tilla ta zon për tradhti, ka pasur akuza për vrasje, për shembull kujtohem kur na raportu në kaluar ka pasur akuza për vrasje nga ana LDK ka akuzuar PDK për vrasje të paslutit, ka pas deputet që me emën për shembull kanë drejtuar gishtën tek eksponentë të caktuar politik, por në periudha të caktuara janë tejkaluar gjitha këto dhe kemi pasur pasaj që ka pasur edhe bashkëpunime me subjekte të tjera, por nuk është gjuhë që ka nisur tash, po kjo gjuhë ka mbretëruar edhe në të kaluar ku shpesh janë hedhur akuzat pa bazuar, do thotë
edhe janë akuzuar kundërshtarët ndoshta për të përfituar poen politik, por që nuk është ndoshta se e kanë menduar ashtu ose nuk kanë pasur. Dhe konsideron fillim që pikërisht për shkallëzimi kësaj gjuhë mes liderëve partive politike, pastaj edhe shpërndarja në rrjetet sociale i përshiu edhe vetë qytetarët, nëse mund të themi në farforme, dhe qytetarët në gjithë këtë përshkallëzimin e gjuhës dhe diskursit publik apo jo? Patjetër, ishte polarizim i skajshëm ku shpesh edhe gjënë edhe në diskutime që bën që ose jemi neve ose ma ta, ose për shembull kjo diskursi që gjendet le të themi një fajtor për të akuzuar kundërshtarët politik, ose një fajtor qoftë i jashtëm, qoftë i brendshëm. I jashtëm këtë rast është Serbia, që kemi pa shpesh ka qenë pjesë e diskursit, janë këto, është ky lloj diskursi i cili ka quar në polarizim të skajshëm, të thotë, edhe sigurisht që kjo ka reflektuar të paktën në bazë të atyre që ka thënë subjekte politike, për shkak se në shpesh kemi dëgjuar deklarata që ka thënë që është vështirë të kalojnë këto që ka deklaruar ta zën partia fituese, ndaj na qysh me hyrë në bashkëqeverisje. Dhe shpesh kanë kërkuar kërkimfalje, por që nuk ka ndodhur kërkimfalje, apo jo, për gjitha gjuhën ofenduese. A ka ndodhur? Nuk kujtohet në rast që ka pasur ndonjë kërkimfalje, kur ti tha që ndoshta kisha mund me përdor shprehje tjetër për çështjen për fjalën hajvan, por që nuk është ka pasur shprehje dhe matrona që u përdorën së fundi nga një kryetar i një komune të Kosovës, nga Partia Demokratike të Lushtako, që përmend një deputeti të kuvendit të Kosovës. E që nuk pati as reflektim brenda partisë, apo jo për të gjuhën që pati? Po shkak se dhe kjo ndodh tek të gjitha partitë, themi. Nëse kemi parë të kaluar që ka pasur sjellje të tilla ose fyre të tilla ku nuk ka pasur le të themi kështu një empati ose një reagim, edhe në qoftë se nuk i takon subjektit të politik. Sepse shprehje të tilla kur përdoren sigurisht se do duhej pasur një reagim fillimisht, do duhej distancuar partia nga ato shprehje, pastaj edhe se tek e fundit ato janë kolegë dhe ne shohim shpesh që për tek këtyre situata bllokadas që kemi parë nuk është që janë as të acarum brenda kuvendit të Kosovës. Pinë kafe bashkë në bufe, diskutojnë, nuk është që është, themi kështu, por zakonisht kur i afrohen kamerat, ose kur bëhen pjesë e këtij diskursit në rrjetet sociale, acarohen që mund të jetë taktizim politik për të përfituar sa më shumë vota, po jena fundja kjo është do të qëllimi i partive politike, po jo me shku deri në atë mas sa mu tolerua dhe mu normalizua dhe fyrja edhe gjua seksise le themi ndaj një deputetit se çfarë do zyrtari në institucionet Kosovës. Ose me marë si që kjo është natyra jam, unë e shaj edhe jena në regull me ta. Po, sigurisht, është problematike, do të thënë, është një farë tendentë që mu normalizu kjo, sigurisht, masi tjetëri po të ashtë pja këthe me njëtër manedhë, po sigurisht do duhet që të ketë një tendencë ose të ndryshet themi ky trendi i një gjuhë të tillë ku nuk ti mund të argumentash. Po fatkeqësia është tash argumenti ose kemi pasur sidomos këtë vitin e fundit që ka pasur shumë argumente të temat që janë marrë me cilat janë marrë kanë qenë shumë le të themi se cilat e kanë nxit mosën, që kanë ndikuar edhe tek perceptimi ose tek votuesit, por që nuk kanë qenë përmbajtësore edhe kanë munduar argumenti, pra thua që nuk kanë bizotruar argumenti, por vetëm gjuha dhe sa më fyse gjuha është më i komentuar dhe më i shikuar. Edhe kjo ka nis prej kohës para zgjedhjeve të shkurtë, për shkak se ne dihet që kur i shpalli presidenti as zgjedhjet, pra që u mbajtën më në shkurt, ku vendi nuk ka qenë funksional, u tentuan ose u bën disa ligje, u miratuan në procedurë të vështirëtuar, edhe nuk ka pasur më diskutim le të themi kështu përmbajtësor për miratim të ligjeve. Për agendën evropiane të Kosovës apo aspekte që lidhen me integrimet e Kosovës, temat kryesore që kanë debatuar është kjo gjuha ndërpartijake ose ky polarizimi ndërpartijak, ku pjesë e diskursit ka qenë sigurisht edhe lista serbe që është përdorur ose përmendur shpesh, që është bërë një farë gogoli me të gjitha partive politike, pra Serbia kanë qenë këto tema që nuk kryesisht është marrë skena politike, por nuk ka pasur le të themi debate ose argument përmbajtësor sa i përket çështjeve kryesore me të cilat preokupohen qytetarët. Tek sfundi nisi çështja e buxhetit, me që erdhi ky afati që do duhet miratuar pra buxheti ose ishte plani rritjes fundit të Bashkimit Evropian, që nuk është se debat, por që ishte prapë ajo përpjekja për ta gjuajtur forse për t'ia hedhur fajin tjetër, sepse nuk po miratohet buxheti ose pse nuk u miratua marrëveshja për planin e rritjes. E që këto sigurisht se janë fajtuar gjitha subjekte, për shkak se nëse nuk e pranon një propozim të një partie fituese, është dashur që subjektet paktën ta gjejnë një mënyrë për të mos u rrezikuar këto fonde, për shkak se tashmë 10% nga plani i rritjes, prej 880 milion, Kosova ka humbur dikon 80 milion që nuk mund t'i marrë ato, për shkak se nuk është miratuar marrëveshja me kohë dhe nuk janë përmbushur ato reformat që janë kërkuar. Por nuk ka pasur debate të tilla ku do duhej
adresuar si duhet, por që ka munguar shumë, kanë qenë tepër bazike edhe vetëm me tendenca për ta fajsuar njëra tjetrën. Po, dhe Valbon e përmendi dhe Fita që mungesa temave përmbajtësore, sidomos kalimi ligjeve, çështja e buxhetit, por është dashur gjatë shumicës një pjesë të madhe të vitit gazetarët e politikës sidomos të raportojnë vetëm mbi këtë diskursin, gjuhën dhe këto kalkulimet se kush me kënd duhet bëj koalicion për ta formuar qeverinë ose kush më shumë po e shkakton këtë blokadën. A bën më të vështirë raportimin për sektorin e politikës dhe a ke pas ndonjëherë dilema nëse duhet raportosh për atë zhvillim ose për atë qëndrim të një liderit partije politike? A ke pasur dilemat të tilla në këtë vit? Një pjesë të dilemave që ndoshta e kemi pas edhe gjykata kushtetuese na ka ndihmu pastaj me sqaru, pas parasysh që përkundër faktit që janë disa vite që ka kaluar nga Aktgjykimi i pari i gjykatës kushtetuese apo nga vetë hartimi i kushtetutës, besoj që askush nuk e ka prit që mundet me ardhë një ditë edhe aseanca konstituive mos me mujt me u përfundue. Sigurisht që edhe gjykata kushtetuese me interpretimet që i ka bu pas parasysh që është një për institucioneve më të larta të shtetit, na kanë ndihmuar ndoshta me zgjidh dilemat eventuale që kemi mujt me i pas sa i përket procedurave të formimit të institucioneve. Mirë po, e përmenda dhe në fillim që mungesa e institucioneve të reja, konstituimit të legjislaturës së nënte dhe formimit të qeverisë së re kanë ndiku shumë në temat që ne është dashur me i trajtu. Kemi pas shumë raste që për shembull unë edhe Fitimi për qëllim goxhën një kohë gjatë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, mos formimi i institucioneve ka ndiku që mos me pas diskutime, procese të bisedimeve siç ka pas viteve të kalume, ose angazhimi i Bashkimit Evropian në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë më i ndryshëm për shkak të mosformimit të institucioneve, ose vizita e liderëve të lartë të Bashkimit Evropian ka qenë e një formati tjetër që është të zhvillu. Për shkak të nëse mund të them këtij vakumi institucional, sigurisht që edhe në fund të ditës, ndoshta shpeshherë kemi përfundu duke raportu për aspekte procedurale, kjo edhe për faktin sigurisht që kanë qenë të rëndësishme dhe me interes për publikun, mirë po që edhe ka qenë e vështirë ndoshta me i trajtu temat që zakonisht i trajtojmë ose me i adresu çështjet të cilat zakonisht i adresojmë si grup, pra si Koavizion, si grupi Koha, por edhe dilemat e tjera, për shembull për deklarata të liderëve, për shembull në fushat, në janar më kujtohet një muj e kam përcjell fushatën, kemi pas nganjëherë edhe dilema se a duhet me u transmetu një deklarat mos them ofenduese, po karshi ndonjë oponenti politik të secilit prej partive politike, por që sigurisht me kolegët dhe me diskutime që kemi bu brenda redaksisë kemi arritur ndoshta me gjetë një mes, normal duke qëndruar në mes të interesit të publikut, por edhe standardeve që duhet me ndjek si gazetar dhe ne si grup i munduhemi me ndjek. Po, dhe e përmendi Fitim diplomacinë dhe dialogun. Çka ka ndodhur këtë vit me diplomacinë edhe dialogun? Po faktikisht nuk është që ka pasur diplomaci, që të arbona dialogu, le të themi, këto vitet e fundit, politika jashtme është reduktuar në çështjet e dialogut me Serbinë. E këtë vetë nuk është se ka pasur as dialog pra mes Kosovës edhe Serbisë, pra politika jashtme ka qenë reduktuar tek dialogu Kosovë-Serbi. Për te tyre pra nuk është se ka pasur ndonjë zhvillim, kemi zhvilluar disa takime në nivel të krye negociatore, por pa ndonjë, le të themi, pa ndonjë kështu zhvillim të madh që pastaj do të mund të merresh me të. Ashtu ka funksionuar edhe diplomacia. Keq kanë bërë me një ato seancat në Këshill të Sigurimit që bën zakonisht çdo 6 muaj ku Kosova e Serbia pra jep me përfaqësues të këtyre shteteve i japin aty fjalimet e tyre që janë dihet si janë akuzuese pra mes njëra tjetrës, por në fushën e diplomacisë nuk është se ka pasur ndonjë zhvillim të madh. Tash le të themi, pati erdhën nëse nuk ka bëj 4 muaj që erdhën Kosova, siç në këtë pjesën e dytë nëse nuk ka bëj të vitit që ato erdhën pas si presidenti Osmani, pra tha se ka ose pretendoi se ka lobuar në një muaj, por sa i përket aktivitetit diplomatik të shtuar të Kosovës, le të themi nuk është se
që ka pasur ndonjë aktivitet të madh. Kjo që kanë marrë ndoshta është çështja e mosave që këta thonë se kanë lobuar pasi Bashkimi Evropian po ai kishte vendosur ato mosa në vitin 2023, ka vazhduar këto vitet pasuese në tentim për të larguar këto mosa, por pa ndonjë efekt, e që siç dihet, edhe rrugtimi i Kosovës sa i përket forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar, antarësimit në organizata ndërkombëtare, njohet sigurisht se varen edhe prej zhvillimeve të brendshme. Ta zhvillimet e brendshme kanë përcaktuar edhe të themi edhe aspektin e jashtëm, nuk kemi pasur aplikime ta zonë. Unë kujtohet që ka qenë në vitet e kaluara 2017, 2018, 2015 çështja e antarësimeve kur Kosova do të aplikojë në UNESCO ta zonë në Interpol, që këto vitet e fundit, posaçërisht këtë vit që sapo po mbyllim, nuk është që ka pasur diskutime të tjera se Kosova është e gatshme, ato duhet ta shqyrtoj aplikimin që sfundi ishte sesioni radhës që u majt në Interpol. Pra nuk është se tash zyrtarët e ministrisë thonë se ata vazhdimisht angazhohen, por mendoj se zhvillimet e brendshme, por çështja e bllokadës ka në formë i ka ngjesur edhe proceset të tjera. Veç më sa i përket antarësimit në organizata ndërkombëtare, që siç dihet, janë disa antarësime që megjithatë kanë ndodhur, por nuk janë organizata të rëndësishme që nuk e kanë peshën e njëjtë, qeverinë e detyrë, por janë organizata kryesore në të cilat Kosova synon të antarësohet, me Interpoli, Këshilli i Evropës, UNESCO, për të kulmuar me Kombet e Bashkuara, por që nuk është që kemi parë që ka pasur ndonjë aktivitet të shtumë ose ndonjë lobim le të themi kështu të fuqishëm për ta përmbushur njërin prej tyre. E që siç dihet, edhe këto procese kemi parë që janë të kushtuar me përparimin e Kosovës në dialog. Për shembull, çështja e antarësimit në Këshillin e Evropës është shumë afër. Qeveria po që përfundimtarisht mori vendimin për ta njohur pronat e manastirit, por po që nuk është e mjaftueshme ajo. Kërkuar që Kosova ta dërgojë për interpretim draftin e asociacionit të komuna me shumicë serbe. Po, edhe politika jashtme, edhe këto mësimet e Kosovës për të antarësuar në organizata tuaja sigurisht se lidhen qoftë me dinamikat e brendshme, qoftë me raportet ose me përparimin në dialog mes Kosovës e Serbisë, e që siç kemi parë nuk është që ka pasur ndonjë farë dialogu ose ndonjë farë rezultati konkret përveç ndryshimit të emisarëve dhe këtyre marrëveshjeve që vazhdimisht janë përsëritur ose ato mospajtimet që i kanë konfirmuar pas secilit takim kryesisht në nivel të kryenegociatorëve që kemi pasur deri tash. Kur jemi te raportimet e juaja, Valbon, ty shumë shpesh ka rënë me raportu prej Veriut. Më intereson çysh përjetohet familjen tonë të raportimi prej Veriut. Atë japin mesazhe duhet me pas kujdes kur shkon atje të raportojsh apo si e përjetojnë? Raportimi prej Veriut është ndoshta një pjesëve më të preferuar të punës tam si gazetare, ndoshta edhe për shkak të sfidave që e ka përcjell viteve të fundit pjesën atë. Në fillim ka qenë shumë sfiduese edhe për familjarët me kuptu që vetë puna jam, profesioni jam është një profesion me një lloj rrezikshmërie, por që kohëve të fundit ka nisë edhe në familje tam është normalizu që unë jam qika Veriut edhe nuk bëhet më pyetje pse ke sot Veri? A ke shku në Veri, po që ka patë sot në Veri. Në fillim, sidomos kur kanë qenë çështjet e trazirave, ka pas me 10 herë që kam shku në Veri, mos them çdo ditë kemi shku pothuajse edhe me fitimin edhe me kolegë të tjerë, e që familjarët e mi nuk kanë qenë njoftuar fare që kam shku në Veri dhe e kanë marrë vesh tek kur kam shku në mbrëmje në shtëpi që kam qenë sot në Veri dhe kam mbulu këtë protestë ose këtë bllokadë ose këtë incident në Veri, por që besoj që kohëve në fundit janë stabilizuar dhe ata e kanë kuptuar që është pjesë e punës, është pjesë e profesionit dhe në momentin që unë kam vendosur me u bë gazetare, vështirësitë në profesion duhet me u pranu prej të gjithëve, por që nga njëherë është shumë vështirë me i adaptu edhe pjesëtarët e familjes, jo vetëm të ngushtë, por edhe pjesëtarët të gjerë, edhe për shkak ndoshta gjuhës që përdoret ndaj neve gazetarëve që raportojmë qoftë prej Veriut edhe prej ngjarjeve të tjera, e kam pas raste kur kam pas familjar që kam filluar dhe ju kanë kthy komenteve, përgjigje komenteve ofenduese që kam pas fyerje ndaj raportimit. Ka pas plot raste sidomos gjatë periudhës Verisa që jam detyruar me i ul edhe me ju thonë çka do të
raportohet, thuhet për mu, nuk është përgjithësi e askujt me ju përgjigj, është pjesë e punës tam, edhe për mu ka qenë ndoshta normale, për shkak që edhe vetë kam raportuar ndoshta për gjuhën që është përdorur ndaj kolegeve të mia gazetare ose kolegeve gazetare, apo siç e përmenda më herët edhe ndaj zyrtarëve, deputetëve, gra, përfaqësuesve të institucioneve, por që sigurisht ka pas raste që veç kur i kam pas screenshotat të ju përgjigj komenteve ofenduese ndaj një prezantimi live ose ndaj një komenti në transmetimin direkt të lajmeve, diçka të tillë. Dhe fitim, cila ka qenë këtë vit situata me gazetarët? A ka qenë më të sigurt, ka qenë më të lehtë për të raportuar, apo edhe ata janë penguar në punën e tyre? Po tash nëse referohemi edhe raporte pra kredibile ndërkombëtare, situata sa i përket lirisë së shprehjes ka degraduar, themi, Kosova ka shënuar në sa i përket perceptimit në indeksin e lirisë së shprehjes, dhe sigurisht që kjo ka qenë pasojë e këtyre zhvillimeve, por kësaj bllokade që kemi parë ku nuk janë kursyer as gazetarët, po. Kemi parë deklarata të zyrtarëve të qeverisë, të institucioneve të pavarura që kanë qenë e themi deklarata të ashpra, të egra në disa raste ndaj gazetarëve, që sigurisht se kjo paraqet ose është përpjekje për ta penguar gazetarën në kryerjen e punës së tij, dhe kjo sigurisht se ka ndikuar që Kosova të rangohet ose të bie për disa vende sa i përket lirisë së shtypit. Por megjithatë, mendoj që gazetarët kanë qenë të lirë, dhe megjithatë ka pasur raportime, ka pasur tema që pavarësisht tendencave që kanë mundur të jenë për të heshtur, qoftë për të penguar në kryen e detyrave, ata megjithatë kanë kryer detyrën e tyre, dhe ka pasur temi kështu, qoftë raportime, qoftë edhe artikuj që kanë qenë që nuk ju kanë pëlqyer këtë rast për shkak se qeveria, themi raporti kryesor është me qeverinë, se ata menaxhojnë me buxhetin edhe temat që do duhet të dalin lidhen pikërisht me qeverinë, të cilit do dikaster qëllesh brenda qeverisë, por që kemi parë që shpesh ka pasur edhe përgjigjësime, le të themi, që në këto akuzat që janë bërë nga ona mes eksponentëve të partisë në pushtet të qeverisë dhe opinionistëve, analistëve, ku pastaj kanë përfshirë të gjithë, le të themi kështu në një thes, dhe ka pasur akuza edhe shprehje madje edhe të rënda që janë përdorur nga ona e përfaqësuesve ose familjarë të përfaqësuesve të institucioneve, duke qenë ndërmarrje për bashkëkriminale të zëm gazetarë, që nëse ka generalizime ose përgjithësime të tilla, sigurisht se kjo bëhet me tendencën edhe për të, le të themi, për të dëmtuar të gjitha me dhe për të thënë se ja shikoni të gjithë janë të njëjtë, dhe çka do pastaj që raportohet dhe që shkruhet qoftë për ata zyrtarë, qoftë për institucionet të përgjithësi, në një formë të tentohet të humbë besueshmëria ose kredibiliteti. Pra, nuk janë përjashtuar as mediat, por që do ta pranojmë po ashtu që ka pasur ose tendenca që nga gazetarë, nga analistë, që shpesh ndoshta për të jepur, duke tentuar për të dhënë peshë qoftë ulëmtimeve, qoftë artikujve që bën, jepën edhe kualifikime të rënda ndaj politikanëve ose ndaj zyrtarëve, që sigurisht ato kualifikime janë u takon institucioneve të drejtësisë, e kur ka kësi gjuhë, le të themi me epitete të rënda që shoqërohen edhe me raportime, sigurisht se kjo pastaj ndikon në generalizime, ne e shohim pastaj në komente edhe të qytetarëve që komentojnë në raste të tilla, ku i fusin të gjithë, le të themi kështu, i bëjnë një sej gazetarët, edhe ka akuza që sigurisht se kjo ka reflektuar edhe këtë blokadën që e kishim dhe këtë diskursin që kanë mbretëruar qoftë mes partive, po edhe mes Pra viti nuk ishte lehtë as për gazetarët. Asnjëherë nuk ka qenë lehtë për gazetarët, kanë qenë këto vitet, sidomos këto vitet e fundit, që më shumë lidhen edhe me verjen e Kosovës, por që ka qenë sfiduese edhe të raportohet për çështje të tjera, të çështje të brendshme ose zhvillime të brendshme që lidhen me funksionimin e institucioneve fundja. Atëherë fitem, Valbona, faleminderit shumë që ishit në edicionin e fundit për treguar edhe përvojat e juaja dhe përjetimet përmes këtyre raportimeve dhe gjitha zhvillimeve që i patëm këtë vit. Faleminderit shumë dhe urime vit i ri. Faleminderit. Urime ty suksese në 2026. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, ky ka qenë edicioni i fundit për këtë vit që kemi